Ndërkohë shikues, përshëndetje. Në fillimet e epokës së re, kur bota do të fillonte të numërojë nga pika zero, pra pas Krishtit, bota njihte vetëm dy fuqi dhe autoritete që ishin rivalet njëra tjetrës, perandoria bizantino-romake dhe ajo sasanide apo perse, e që më vonë do takoheshin në shumë fushë betejë për fatin e tokave të Egjiptit, Sirisë, Palestinës, Irakut e që sot i njohim si lindja e mesme. Në shekujt që vijnë, luftrat mes dy perandorive do të intensifikoheshin dhe si rrethoj do t'i dobësonin shumë që të dyja. Në këtë periudhë, gadishulli arabik, i pa organizuar dhe i pa unifikuar rreth një monarku dhe sistemi administrativ, funksiononte në bazë të ligjeve fisnore, shpesh në luftë me njëri tjetrin për të kontrolluar ato burime të pakta të tokës shterp shkretinore. E kush do të besonte se aty do të lindte një frymë e re që përgjithmonë do të jepte trajt një civilizimi të ri që jeton deri në ditët e sotme. Për ta kuptuar suksesin e zgjerimit arab, e me këtë edhe shtrirjes së ndikimit të islamit në botë, duhet të kthehemi në vitet e Arabisë para islame. Në prag të lindjes së islamit, dy shtete rivale perandorake i sundonin tokat e qëndrueshme të lindjes mesme, perandoria romako-bizantine në perëndim dhe perandoria sasanide e Iranit në lindje. Në dallim nga hapësirat administruara përpikrisht perandorive bizantine dhe sasanide, gadishullit arabik në fillim të shekullit të 7 i mungonte çdo autoritet qendror organizativ. Fiset ishin njësitë më të mëdha të organizimit shoqëror dhe politik që ishin ofruar besnikëritë e një individi. Nga shekulli 4 dhe i 5 pas Krishtit, një varg bashkësish arabe në jug të Arabisë kishin adoptuar krishterimin, ndërsa sundimtarit dinastisë së fundit para islame të Yemenit që konvertuar në judaizëm. Megjithatë, pjesa më e madhe e fiseve në brendësi të territorit vijojt praktikonte forma të ndryshme të animizmit, duke adhuruar hyjni apo idhuj lokal. Kjo gjendje do të vazhdonte deri në vitin 610, kur i erdhi shpallja hyjnore profetit Muhammed dhe bota do të ndryshonte përgjithmonë. Dhe në fillim të shekullit të 7, Bizanti u dobësua nga sfidat ndaj autoritetit të tij ushtarak, fetar dhe administrativ. Duke filluar në vitin 540, rivaliteti perandorak midis bizantinëve dhe sasanidëve shpërtheu në luftë të hapur, që vazhdoi pothuajse pa ndërprer gjerë në vitin 629. Fushata dhe kundër fushata, i raskapiti forcat ushtarake të dy perandorive, i zbrazi thesaret e tyre dhe u shkaktoi dëm të madh tokave dhe qyteteve të shtrira mes Nilit dhe Eufratit. Kështu, në vitet që pasojnë, këto luftra mes kolosësh do ta lehtësonin ekspansionin e një force nga ku askush nuk e priste. Nga një popull e civilizim që nuk rrezikohej asnjë perandori, e aq më pak Bizantët apo Sasanidët. Me përjashtim të Yemenit në jug dhe të pak ngulimeve të hapërdara të oazash gjetkë, gadishulli arabik është një shkretëtire gjërë. Ajo është shtëpia e arabëve, një popull të lash semit, origjina e cilit nuk mund të përcaktohet me siguri. Në dallim nga hapësirat administruara përpikërisht të perandorive bizantine dhe sasanide, gadishullit arabik të fillimit të shekullit 7 i mungonin çdo autoritet qendror organizativ. Ai nuk kishte strukturë shtetërore, as sistem ligjor të përgjithshëm, e as qendra administrative. Fiset ishin njësitë më të mëdha të organizimit shoqëror dhe politik që ishin ofruar besnikëritë e një individi. Çdo fis ishte një entitet më vete, i lidhur me lidhje farefisnore të bazuar në një besim në prejardhjen e përbashkët nga një paraardhës themelues. Shumica e banorëve të Arabisë ishin nomad që rrisnin deve, dele apo dhi. Varfëria e sipërfaqeve kullosore kërkonte lëvizje të vazhdueshme nga një kullot në tjetrën. Gara për burimet e pakta të tokës krijoi rivalitete midis fiseve dhe lufta zuri rrënje si një mënyrë jetese. Të gjithë meshkujt priteshin të ishin luftëtar dhe rrëfimet e të bëmave të më të guximshmëve mes tyre u bën të shenjta në kulturën fisnore. Përvoja e gjerë e arabëve në luftë do të ishte një faktor domethënës në ekspansionin e hershëm të islamit. Pavarësisht ndarjeve të brenda qëndësishme në strukturën fisnore të Arabisë para islame, forcat e unitetit kulturor ishin të pranishëm. Etosi beduin i trimërisë dhe i nderit që kremtuar në një formë të veçantë të poezisë arabe, të njohur si
kaside. Ekzistenca e kësaj poezie, të recituar në panaire dhe në tubime fisnore, i kishte bindur historianët se arabët e shekullit të 7 zotëronin një gjuhë të përgjithshme poetike, që mund të kuptojë anëkënd rajoneve të ndryshme të Gadishullit. Kjo ishte me rëndësi të jashtëzakonshme për përhapjen e Islamit, sepse do të thoshte se mesazhi fetar i profetit Muhammed mund t'ju përcillej folësve të arabishtes të e ndan një hapësire të gjerë territori. Sado izoluar të ishte, Gadishulli arabik nuk ishte tërësisht i veçuar nga forcat që i jepnin trajt qytetërimit lindjes mesme. Në prag të lindjes së Islamit, dy bashkime fisnore i ruajtën kufit verior arabik, si shtete kliente, respektivisht të Bizantit dhe Sasanidëve. Të dy këto bashkime arabe ishin kristiane, duke dëshmuar pranimin e përhapjes së konceptit të monoteizmit midis arabëve përpara kohës së profetit Muhammed. Nga shekulli 4 dhe i 5 pas Krishtit, një varg bashkësish arabe në jug të Arabisë kishin adoptuar krishtërimin dhe sundimtarit dinastisë së fundit para Islamit të Yemenit, që konvertuan në judaizëm. Por me gjithë tharmëtimin e doktrinave fetare në rajonet e qëndrueshme të Arabisë veriore dhe jugore, pjesa më e madhe e fiseve në brendësi të territorit vijoi të praktikonte forma të ndryshme të animizmit, duke adhuruar hyni apo idhuj lokal. Arabia fitoi gjithnjë më tepër rëndësi gjatë 2 shekujve para Islamit, si një rrugë kalimtare tregtare midis perandorive të lindjes së mesme dhe Yemenit. Luftërat midis Bizantit dhe Sasanidëve i këputën rrugët toksore lindje perëndim dhe i hapën udhë një tregtie të gjallë karvanesh veri jug përmes Hijazit, rrafshinës bregdetare pranë detit të Guq. Përfituesi kryesor arab i këtij rrjeti tregtar ishte qyteti i Mekës, i kthyer në qendrën më të rëndësishme tregtare të Gadishullit. Nga fillimi i shekullit të 7, tregtarët Mekas kishin grumbulluar kapital të mjaftueshëm për t'i organizuar karavanet e tyre dhe për të siguruar pagesa për një rrjet të gjerë fisesh në shkëmbim të zotimeve për t'i lejuar karavanet të kalonin paqësisht. Veç rolit të saj si një qendër tregtare, Meka ishte një vend fetar me rëndësi të madhe. Shenjtërorja e qytetit, Qabeja, u bë qendra një kulti animistik që troqi adhurues gjatë gjithë Arabisë perëndimore. Prej kohës së lindjes së profetit Muhammed, Qabeja ishte bërë vendi një pelegrinazhi të përvitshëm gjatë të cilit lufta qendërprer dhe vendi i shenjtë i Mekës u shndrua në një lloj terreni asnjanës ku mund të zgjidheshin mosmarrveshjet fisnore. Qyteti përfitonte të ardhurat konsiderueshme nga roli i vet fetar, dhe familjet e tij kryesore e pranuar rëndësinë e shenjtërores si një burim ndikimi dhe pasurie. Klanët udhëheqëse të Mekës ishin të tërë antarë të fisit Quraysh, që populloi qytetin, i vendosi rolin fetar dhe mbizotroi jetën e tij politike dhe tregtare. Ndonsa organizimet formale bashkiake nuk ekzistonin, një këshill tregtarësh të spikatur Quraysh i rregullonin shpengueshëm punët e qytetit. Historianët kanë shpjeguar se para lindjes së Islamit, Meka ishte në një gjendje transicioni midis formave fisnore në zhdukje dhe një urbanizmi në fillesa të lindur nga kapitalizmi tregtar. Vlerat zakonore fisnore po bënin tej, por nuk ishte shfaqur ende një seri vlerash komunale, plotësisht zhvilluara, të përshtatshme për një mjedis urban. Dhe kjo gjendje vazhdoi deri në lindjen e Islamit. Atëherë kur engjulli Xhebrail i foli për herë të parë profetit Muhammed, kur i erdhi shpallja nga Zoti në vitin 610 në malet Hira në Mekë, që nga ai moment filloi transformimi rrënjësor i jetës arabe, dhe jo vetëm. Nata e fuqisë, apo siç njihet më mirë, nata e kadrit, shënoi fillimin e një lëvizjeje që do ta transformonte jetën arabe dhe do të çonte në shfaqjen e një feje universale monoteiste. Është nata kur profeti Muhammed i erdhi shpallja nga Zoti në malin Hira. Nga ky moment, Arabia do transformoi rrënjësisht.
Një 3 dekadat e para, dy fuqit e kohës do të gjunjëzohesin para shtetit të ri në ngritje, themelet e cilit i kishte vendosur profeti Muhammed. Ndërsa brenda 100 viteve nga vdekja e profetit, forcat arabe kishin arritur në kontinentin indian në lindje dhe në perëndim kishin pushtuar Spanjën. Perandoria sasanide, që shkatruar plotësisht dhe territori i saj ishte shtënë brenda një administrimi arabo-musliman në këtë val të parë pushtimesh. Bizanti ndonse pësoi humbjen e provincave të tij qendrore afrikano-veriore dhe të lindjes së mesme, ruajti kontrollin e Anadollit dhe Ballkanit dhe paraqiti një pengesë tepër të madhe për ekspansionin islam derisa osmanët e mposhtën atë në shekullin e 14 dhe 15. Vitit 570. Jeta e tij e hershme dha pak shenjat profetit imponues dhe shtetarit të aftë që do të bëhej më vonë. Ai lindi në fisin Hashim, në fisi i Kurejshëve. I mbetur jetim pa dy prindërit, profeti në fillim të 20-tave u martua me një të ve të pasur, Hatixhen. Hatixheja ka një vend të nderuar në historinë e Islamit. Ai ishte konvertuara e parë në besimin e ri, pas vetë profetit Muhammed, dhe mbështeti atë gjatë gjithë viteve të para të vështira të profetësisë, kur shumica e popullsisë së Mekës nuk e përfilte atë. Muhammedi ishte mjaft i respektuar si një individ i ndershëm dhe i besueshëm. Ai çonte një jetë të zakonshme si tregtar, bashkëshort e babai 4 vajzave të lindura me Hatixhen. Por ndërsa Muhammedi u afroi të 40-tave, sjellja e tij filloi dal ngadalë të ndryshoi. Ai shpesh largohej nga Meka, nganjëherë për ditë të tëra, për të medituar në vetmi në malet jashtë qytetit, në malin Hira, që Muhammedi u thirr në misionin e tij profetik. Një ngjarje e njohur në Islam si Nata e Fuqisë apo Nata e Kadrit. Thirrjet erdhen si një urdhër nga Zoti, për të sjellë përmes engjëllit Xhebrail për Muhammedin, për t'i thënë për bashkëbanorët Mekas mesazhet hyjnore që ishte zgjedhur t'i merrte. Nata e Fuqisë, viteve të mbetura të jetës së tij. Profeti Muhammed vazhdoi të merrte revelime të cilat shokët e tij regjistruan, i mësuan përmendësh dhe më vonë i mlodhën në një libër të vetëm, Kur'anin e Shenjtë, që përbën bërthamën e besimit islam. Përgjatë shekujve që nga Nata e Fuqisë, jo muslimanët, veçanërisht monoteistët e krishterë dhe hebrej, për të cilët Islami përfaqësonte sfidën më të drejtë për drejtë, e kanë patur të profetësia e Muhammedit ndahet në 2 faza. Periudha në Mekë, 610-622, dhe ajo në Medine, 622-632. Predikimi i profetit Muhammed tërhoqi pak të konvertuar dhe zgjoi kundërshti të konsideruar sjelljet e tregtarëve të pasur Kurejsh, por gjithashtu i dënoi praktikat fetare që e bënin Mekën një qendër të begat pelekrinazhi. Teksa vitet kaluan dhe kundërshtia Mekas u kthye nga përçmim në kërcënime për dëmtim fizik, profeti Muhammed dhe ndjekësit e tij filluan të kërkojnë një vend më të pritshëm. Kur erdhi një ftesë për të vendosur në Yathrib, Medina e më pastajshme, Muhammedi e pranoi atë. E gjendur rreth 200 milje, apo 322 kilometra në veri të Mekës, Medina ishte një qytet, oaz pjellor, që vuante prej shkatrimeve të një konflikti të zgjatur të përgjakshëm midis fiseve të ndryshme të tij. Profeti Muhammed u ftua si një ndërmjetës, dhe përfaqësuesit Medinas i kishin premtuar atij se çdo musliman që shoqëronte atë do të merrte mbrojtje. Në vitin 622, bashkësia e vogël e muslimanëve u shpërngul gradualisht nga Meka në Medinë. I njohur si Hijreti, ky shënoi një pikë kthese në zhvillimin e Islamit. Viti 622 është viti i parë i kalendarit islam. Statusi i Muhammedit njohu rritje të jashtëzakonshme gjatë 10 viteve të tij në Medinë. Nga një profet i shpërfillur me pak ndjekës,
Ai u bë kreu i një shteti të vogël dhe figura mbizotruese anë mban Arabisë. Ky transformim u arrit përmes ndërthurjes së luftës, negociatave dhe predikimit, me suksesin që u duk se konfirmoi të drejtën e profetit Muhammed, jo vetëm për profetësi, por edhe për udhëheqje politike. Dhe ndërsa po konsolidonte pozitën e tij në Medinë, profeti bënte plane për ta shtënë Mekën në bashkësinë islame Mekës. Duke demonstruar cilësitë si një shtetar, ai u premtoi banorëve se do të kursehej jeta dhe pasuria e tyre do të qëndronte e sigurt nëse dorëzonin qytetin dhe e pranonin Islamin. Udhëheqja Kurejshe u pajtua me kushtet dhe profeti Muhammed hyri triumfalisht në qytetin prej nga ku kishte ikur vetëm 8 vite të shkuara. Do të ishte e tepër ta quajë Arabinë një shtet të bashkuar, koheziv pas dorëzimit të Mekës. Megjithatë, transformimi që krijoi shtet ndërtuesit dhe reformatorit shoqëror. Profeti Muhammed ndroi jetë në vitin 632, ndërsa fraksionet muslimane në Mekë dhe Medinë vendosën të vazhdojnë zhvillimin e bashkësie të re fetare dhe të paraqiten fërkimet mes tyre për të pretenduar kontrollin mbi shtetin e ri. Nga që profeti Muhammed nuk pati djem, dhe nga që Kurani nuk përmbante udhëzime të qarta për mënyrën e zgjedhjes së një zëvendësi, çështja e udhëheqjes së bashkësisë ishte e hapur ndaj interpretimeve të ndryshme. Të kthyerit e parë në Islam, shokët më të afërt që kishin vuajtur me profetin Muhammed në Mekë dhe patën marrë pjesë në hijretin për në Medinë, u dolën përpara të tërë pretenduesve të tjerë, duke emëruar njërin prej tyre, Ebu Bekrin, si drejtues të ri të bashkësisë. Fraksionet e tjera e pranuan udhëheqjen e Ebu Bekrit, por debati për zëvendësin e parë mbolli farërat e konfliktit me ndikim mbi Islamin përgjatë gjithë historisë së tij. Ebu Bekri u quajt thjesht zëvendësi apo halife, anglicizuar si kalif. Termi kalif do të specifikonte me kohë udhëheqësin fetar dhe politik të bashkësisë islame, dhe institucioni u bë i njohur si kalifati. Ebu Bekri dhe 3 zëvendësuesit e tij, Omeri, Othmani dhe Aliu, janë njohur në historinë islame si kalifët Rashidun, apo kalifët e drejtë, në njohje të afërsisë së tyre vetjake me profetin dhe të besnikërisë së thënë ndaj rregullave kuranore. Ndonse 2 nga ata u vranë, dhe sundimi i tyre që i përshkuan nga trazira politike dhe shoqërore. Muslimanët e mëvonshëm, e madje të kohëve më të vështira, i kthejnë syt me nostalgji nga koha kur 4 shokët e profetit nisën lëvizjen që i nxori arabët nga gadishulli dhe i futi në historinë botërore. Kalifi i dytë, Omeri, njohu nevojën për t'i drejtuar instiktet mësymëse të fiseve të i konfliktit ndërkomunal dhe autorizoi sulme kundër krahëve jugor të Bizantit dhe të Iranit Sasanid. Pushtimit i arabëve kulmoi me pushtimin e Spanjës në pjesën e parë të shekullit të 8. Brenda 100 viteve nga vdekja e profetit Muhammed, forcat arabe kishin arritur nën kontinentin indian në lindje dhe në perëndim kishin pushtuar Spanjën dhe kishin kapërcyer Pirinejet në Francë, përpara se forcat e Charles Martelit t'i ndalnin në betejën e Poitiers në vitin 732. Perandoria sasanide që shkatruar plotësisht dhe territori i saj ishte shtënë brenda një administrimi arabo-musliman në këtë valë të parë pushtimesh. Bizanti ndonse pëzoi humbjen e provincave të tij qendrore afrikano-veriore dhe të lindjes së mesme, ruajti kontrollin Anadollit dhe Ballkanit dhe paraqiti një pengesë tepër të madhe për ekspansionin islam, derisa osmanët e mposhtën atë në shekullin e 14 dhe 15. Dhe të nderuar shikues, ishte kjo e tëra për këtë edicion të emisionit Bota në Fokus. Ju vazhdoni qëndroni me televizionin Shenja për të takuar sërish javën e ardhshme në të njëjtin termin. Mirëmbëngjes.